Moderatorja simpatike Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit një video të zakonshme nga rutina e saj e kujdesit personal, ku shihet në një qendër estetike duke kryer një trajtim depilimi. Por ndonse videoja kishte një ton të qetë dhe estetik, nuk ka munguar momenti që e ktheu gjithçka në një shpërthim të qeshurash në rrjet. Komenti i Louise Ailey. Për të gjithë ata që nuk e kuptuan, kjo pajisja heq lesht, ka shkruar ai, duke sjellë një valë reagimesh argëtuese dhe komente të shumta nga ndjekësit që janë mësuar tashmë me batutat e papritura të fenomenit Shkodran. Humori i Louisit, i drejt për drejt, i thjesht dhe plot sarkazëm, është bërë markë identitare e tij në rrjetet sociale, dhe ky koment nuk bën përjashtim. Ai ka ditur sërish si të kthejë një moment të zakonshëm në një skenë komike, duke rrëmbyer vëmendjen me një fjali të vetme. Por, nuk mungoi as përgjigja me klasë dhe zgjuar si nga vetë Kiara, e cila ja ktheu menjëherë me një korrigjim me humor, flokët e padëshiruar thuaj. Ky shkëmbim i vogël, por i kripur midis çiftit, ka entuziazmuar ndjekësit që komentojnë se kjo dinamikë e sinqertë, spontane dhe lozonjare është pikërisht ajo që e bën lidhjen e tyre kaq të dashur për publikun. Reagimet kanë qenë të menjëhershme, nga emojtë të qeshurave tek komplimente për çiftin që nuk ndalet se argëtuari audiencën, edhe me detajet më të vogla të jetës së tyre të përditshme. Shumë ndjekës shkruajnë se vetëm Louisi mund të thotë një gjë të tillë, ndërsa të tjerë vlerësojnë edhe mënyrën e Kiarës për të mbajtur ekuilibrin mes elegancës dhe sportivitetit. Kjo situatë është një tjetër dëshmi se Kiara dhe Louisi janë më shumë se një çift publik, ata janë një tandem i natyrshëm ku humori, dashuria dhe të qeshurat janë përditshmëri. Edhe kur bëhet fjalë për një video estetike, ata arrin ta shndërrojnë në një moment që bën bujë në rrjete, duke provuar edhe një herë se spontaniteti është gjithmonë më tërheqës se çdo perfeksion i planifikuar.